me këto segmente të shoqërisë, duke kapur vota me të fortët, banditët, të dënuarit, burgaxhinjt, e një krahine apo një tjetre, dhe sot nuk mund të shpangesh, nuk mund ai të shmanget përgjegjësisë si kryeministër për që një qartë para publikut në raport me ligjet e këtij vendi. Fatkeqësisht ai vazhdon të heshtë dhe ne e ftojmë edhe një herë të prononcohet çfarë ka për të thënë. Qoftë edhe thotë shumë mirë ja bëri, ta godiste edhe më shumë madje ta vriste në vend, ose ta dënoj aktin, ose të dënoj edhe deputetin, ose thotë çka ka ndërmend të bëjë, nëse ka ndërmend, nuk duhet ta besoj njëri këtë gjë, të marrë masa ligjore apo dhe politike për të shkëputur elementet kriminale, sepse Arbendoka është vetëm një prej tyre. Mund të flasim për një dyzinë, po të shikojmë dosjet e botuara edhe nëpër gazeta të deputetëve të këtij lloji, për të mos shkuar pastaj te drejtorët e përgjithshëm dhe drejtorët rajonal, cilët Partia Demokratike i ka denoncuar në vazhdimsi dhe janë bërë disa dyzina të emëruarish me precedent penal për drogë, grabitje, vjedhje, korrupsion e të tjera. Kjo është ajo që ne duhet mbigjojmë dhe besoj kjo është ajo që të paktën nga Partia Demokratike opinioni shqiptar dhe mëngjer do të dëgjojë. Ju falenderoj.